17, në fakt janë 19 projekt ligje, të cilat kanë ardhur si pasojë e ridërgimit nga Kuvendi me mbylljen e legjislaturës kaluar. Pra legjislatura e kaluar nuk mundi të shqyrtonte këto projekt ligje dhe Këshilli i Ministrave ka shprehur vullnetin për t'i kthyer mbrapsh ashtu siç ato kanë qenë, për të vazhduar shqyrtimin i cili lidhet vetëm me një objektiv: integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kështu që janë ato projekte, nuk ka asnjë gjë të re dhe nuk ka nevojë që të vazhdojmë me akrobacira procedurale, siç u përdor edhe në fillim ky proces verbali, një pedan për të kërcyer në çështje të tjera. Projektet janë aty, puna na pret, neve mezi e presim opozitën që të vijë me të gjitha alternativat e saj, por nëse do vazhdoni të harxhoni 10 ditë, siç keni harxhuar 10 ditë dhe nuk keni thënë asnjë fjalë për programin që tashmë është publik, po thjesht kërkoni të drejtën për të folur ndërkohë që e keni me pash, ne do vazhdojmë të shqyrtojmë ato dhe ju e keni parë gatishmërinë dhe vullnetin tonë. Faleminderit. Zoti Balla.